përsa ka një roje siguria aty, por a është e mundur që dikush të futet në pjesën e brendshme, mund të ketë një ndihmë, si mund të ketë funksionuar, se duket pak e pabesueshme që dikush të futet me armë në sallën e gjyqit. Shkon në përditshmëri, të gjitha institucionet janë të sigurta. Shkolla, burgjet, gjykatat, objektet e rëndësisë veçantë, ujësiellësat, digët, pra në planet parë janë të sigurta. Kur testohen, pra kur ndodh ngjarje, ne kuptojmë që nuk është kështu. Dhe ky është një tregues. Për shembull, gjykata ka rrethimin, ka derën me kangjella, pra derën që mbyllet, dhe nga jashtë duhet të jetë policia e shtetit, brenda duhet të jenë rojet e sigurisë. Nuk e di, mund të jetë Ilirian Guard, është Ministria e Drejtësisë që e ka, apo kush e ka në ruajtje. Dhe kjo tani duhet fillojë një hetim lidhur me elementet e sigurisë. Si ka mundësi që personat të deportojnë dhe të kalojnë, po themi, skanerin. Ty është në gjykat brenda me armë. Kur themi kontrolli i elementeve të sigurisë, nuk është vetëm arma. Pra, flasim për armë të zjarrit, flasim për armë të ftohta, flasim për sendet ndaluara që mund të jenë lëndë shpërthyese, mund të jenë lëngje apo elementë të cilët mund të krijojnë acide. Pra, të gjitha këto janë elementë rrezikshëm, të cilët duhet ndalohen dhe duhet filtrohen para se të kalosh, po themi, në sallën e gjyqit. Po, kemi një reagim së fundit të bërë nga presidenti Begaj, por edhe nga kryeministri Edi Rama. Rama shkruan në këtë çast në X, ngushëllimi vllazërore familjes së gjykatësit të ndier Astrid Kalaja dhe u preth në paqe. Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresorit, por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhjeje mes policisë private në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë, kjo ngjarje tragjike besoj është argumenti më i pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënës në kodin penal të dënimit për armbajtjen pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të paligjshme. Lutem gjithashtu që ky moment kaq tronditës të nxjisë edhe një reflektim për lehtësinë me të cilën trajtohet rëndom armbajtja pa leje në proceset gjyqësore. Është ky reagimi i bërë së fundi nga ana e kryeministrit Edi Rama, vetëm pak minuta më pas sa i takon dhe ndarjes së jetat të gjyqtarit Astrid Kalaja, pra nga ngjarja e rëndë e ditës së sotme, ku padyshim duket që do të trondisë edhe më tej vetëm opinioni publik, por shumë sfera të tjera, sigurisht edhe Fationi e theksoi në fakt, më shumë mundësi mund të jetë edhe një krye lajm tani jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë territorit të saj. Këto janë pamjet drejt për drejta që na vinë në këtë çast edhe nga vendi i ngjarjes, për të ndjekur padyshim të gjithë dinamikën deri në momentet e fundit se çfarë ka ndodhur nga fillimi deri më tani, ndërsa kemi patur gjatë ditës së sotme, gjatë momenteve të fundit më saktë, edhe reagime të bëra nga aspektet të tjera, sikurse është dhe rasti i prezencës së OSBE-s në Shqipëri. Kryeministri Rama ka reaguar gjithashtu duke dënuar ashpër këtë sulm, por padyshim edhe presidenti Bajram Begaj më herët ka dënuar sulmin, jo vetëm sa i takon në këtij rasti, por të dy kanë bërë thirrje që të jetë një këmban alarmi për një siguri më të mëtejshme, por jo vetëm brenda institucioneve, por edhe duke fokusuar më së tepër, mi ka thënë kryeministri Rama, tek menaxhimi i armbajtjes pa leje, pra një ashpërsim të kodit penal që me sa duket do të shihet në vijim se si do të ratifikohet edhe në parlament. Fation, mund të mendohej ndonjëherë që mund të shkonim në këtë situatë prej kohësh, në fakt ndoshta gjyqtarët kanë qenë pjesë e sulmeve politike ose sulmeve verbale, por jo kaq të rënda. Unë kam folur her pas here tek mënyra se si elementet sigurisë do të jenë më të intensifikuar tek parandalimi, se sa ke ngjarja. Për shembull, po të shikoni tani, nga këto pamje, rruga është e bllokuar, ka një prezencë të shtuar të jashtëzakonshme të forcave të policisë, është vendosur shiriti bllokues i atij aksi, kur ndërkohë shumë e qartë, personi është dorëzuar, arma është kapur, do ketë vetëm procedurat ligjore për ta vërtetuar atë, për ta çuar atë në